Korriku e ka gjetur velipojën plot me pushues dhe turistë, ndërsa fluksi i vizitorëve konfirmon se ky bregdet mbetet një nga destinacionet më të preferuara të verës në Shqipëri. Plazhet publike ato të menaxhuar nga Bashkia e Shkodër po vlerësojnë për pastërtinë, organizimin dhe shërbimet që ofrojnë, duke krijuar kushte komode për pushuesit vendas dhe të huaj. Një nga risitë e këtij sezoni është rampa që mundson aksesin deri në det për personat me aftësi të kufizuara, shërbimi i parë i këtij lloji në një plazh publik në Shqipëri. Hera parë është këtu, pizvizre këna ardhur, shumë e mirë. Im fregu shumë se ushqimi në konë rregull, s'ta kom pas problem, gjithë ka perfekt. Shumë mirë më knashme, me kafe, me ushqimi pritja shumë e mirë. Jena knaqën shumë e i falenderojmë për këta rombe që i kanë vu. Jena vujt shumë për rombe, se nuk e këtë karroca në ranë, me qamet. Ama tash, u baftë qnet e i lumë dora që na i ka godit. Po mirë është, përgjithësi jo mirë. Ma mirë se Shëngjin është plazha shumë. Shumë sigurisht më e mirë, se zakonisht kena shku në Shëngjin më herët. E kem qenë edhe vjetë, prapë sigurisht. Për ditë më mirë, është shumë mirë. Jena shumë të kënaqur. Nga Gjakova. Mirë, shumë bukur. Po më shumë mirë. Mirë janë. Ma bukur s'ka. Sjellja mirë është, respekti. Nga shku për gjë kemi ardhë dhe koha po ma mirë. Punë të shkojnë në rregull, lusmi Zotit të arrujë si të bollit. Mirë, pas të tjetë s'ka përshkrim tjetër. Mirë është. As në Evropë ma bukur nuk ka. Ashtë ndokët diçka prafër Gjakova me Velipojën, diçka s'pëdi, diçka nuk kemi ndru as një vend përveç Velipojës. Shumë bukur, nuk e di. A ka ma bukur në kënë? I mirë, i bukur. Përballohet edhe me kushtet. Tona edhe Velipojës. Këto po, ma mirë është. Së është pak ma lirë. Po më rrekulli, që ka më të tjetër. Tepër nuk ka këtu, se për shembull një pensioneri me 100 euro ja ka bo mundësit me arë me pushua këtu, kë nuk e di çfarë moshe me madhe ose nder më i madh ka se për atë. Unë jam gjithsesi i kënaqur se unë kam qenë në për plazhe në për Turqi, në për plazhe tjera, por plazh kam qenë edhe në Çeshme, në Izmir ku mohen festivalet e muzikës ndërkombëtare. Kom qenë në Istanbul, Bakarkëj, kom qenë të gjitha, por unë nuk kam fjalë me shpjegue. Ne duhet jem shumë falendërues Zotit që na ka thua dhe na duhet të kujdesemi për këtë plazh edhe të ruajmë si sytë e ballit. Super, mrekullueshëm edhe artisht më shumë. Aja është e unë, aja pjesa e unë. Për këtë pjesë to, normal që i na të nashën. I kota në kushtet, pse ja? S'ka nevojë kja gjysmë Maldivet. Përvoja pozitive pushuese po kthehet në promovimin më të mirë për Velipojën.